qeverisë dhe as përfaqësuesve të tjerë politik, prandaj nuk besoj që këtu ka ndonjë problem për të takuar dhe nuk mendoj që ka hapësirë për të ngritur një debat mbi atë. Si jo antikushtetues dhe dekretin e presidentës. Sidoqoftë, kjo mendoj që është një tjetër tentativë e jona për të zhblloku situatën, e cila po krijohet, po bllokohet pikërisht prej këtyre partive opozitare. Ne po synojmë të shpëtojmë prej një palë zgjedhjeve të reja, dhe kur po e them të shpëtojmë, mos ta kuptojmë që lëvizja vetëvendosje po i friksohet një palë zgjedhjeve të reja, absolutisht jo, ne jemi gjithmonë të gatshëm, por ama mendojmë që tash nuk është momenti që Kosova të shkoj drejt një procesi të ri zgjedhor, kur vetë se kemi dalë pak muaj përpara prej një procesi të tillë zgjedhor, me një rezultat kulminant, dhe po e përsëris, asnjëra prej partive politike sot nuk mund të hyjë një procesi të ri zgjedhor dhe të garantoj që do të kthehet në kuvend me 80 vota, atë sa i duhen për ta votuar presidentin. Prandaj nuk ka kurfar logjike të çojmë vendin drejt zgjedhjeve për të kthyer prap, për të atakuar njëra tjetrën dhe për të folur për mundësinë e bashkëpunimit. Kështu që ne po mundohemi që ta evitojmë këtë gjë, t'i shmangemi një procesi të ri zgjedhor, sepse po mendojmë që janë disa tema të tjera shumë më të